Përshëndetje, faleminderit. Në një lidhje të drejtë përderi Sali Rexhaj, që vetëm e kemi tash në linjë. Përshëndetje, Sali. Përshëndetje, Jona, përshëndetje atë në studio të gjithë. Faleminderit dhe vetëm pas pak, bashkangjitit edhe Arben Dashefci. Por e fillojmë këtë bisedë me juve, zotri Rexhaj. U bë kryelajm i Kosovës Duda Balje, e madje u bë kryelajm i Kosovës se si një kriminal si Radojqić mund të ketë impakt në krimin e qeverisë së re. Po unë, për kërkesa Duda Balje, janë pak... Unë besoj se këto komunat e reja që edhe që janë themelu dhe që kërkohet mu themelu, nuk kanë bazë ligjore. Për mu ndërtu një komunë, mu themelu një komunë, du ta ketë numrin e popullsisë, du ta ketë territorin, du të ketë financat, du të ketë... Unë nuk besoj se atë... Por a besoni në një takim të mundshëm në mes të Duda Balje dhe Milan Radojqić, ashtu siç kishte deklaruar zotri Ramabaja? Unë nuk e praktikoj më marrë me Ramabajen e me Kurteshin e me këta. Këta lëshojnë deklarata pa përgjithshme. Ata vetëm e helimojnë opinionin. Në një shtet normal, një njerë që ka qenë akuzuar për terrorizëm, ai nuk ka drejt me dalë në publik. Si sha marrë me Ramabajen? Ai nuk ishte të drejta as ta sulmonte Banskën për një gjë e tillë ndodhi. Sido që tjetë do doja të filloja këtë bisedë edhe me juve, zotri Alimi. Zotri Alimi, si e shikon realisht një kriminal që ndikon tek deputetët, tek të zgjedhurit e popullit tonë Kosovë? E para, unë mendoj që nëse veç e ka pasat informat zoti Ramabaja që është edhe për krahas lëvizjeve vendosje dhe analist kontravez dhe për krahas lëvizjeve vendosje më dihet tash publikisht në për ekranet televizive, si do që tjetë është do të shkoj në prokurin speciale e Brigjet Kosovës dhe t'i kalzit të gjitha të... Dikush i ka thënë ati ta bëjnë një deklaratë të tillë? Për derisa e thëmë une apo XY, po në këtë razoti Ramabaj do të shkoj të prokuria speciale që ata që e kemi, si do që tjetë atë dojnë ase dojnë ata, është do të jep të gjitha informatat dhe të merren në organi ligjbatuse për atë çështje dhe mos të bëj polemika në mes në opinion, po si do që tjetë... Po çka nëse Ramabaja ka mbështetur kërkesën e Duda Baljes në propozimet të ngjashme që na vinë nga vetë Serbia për krijimin e komunave serbe? Unë mendoj që zoti Ramabaja, kolegë, si të thuash, edhe thuja se profesor universitar që shqithojnë, po ai kiton e ka sulmu, kiton e ka përkra që është thik me dyteja në termin popullor dhe... Kë e ka përkra? E ka përkra këtë farë zonjën... Balje? Po, që ka thonë, do të me themelu komunën, a kiton i ka thonë një taku me këtë Radojqićin krye kriminele në rastit Banjska e të jëvesh, ka bo një par mjegullin që sështë dasht me bo dhe të dajmë shape për sheqerit mës të kuptojnë... Pra, sepse ju e ndërlidhni zotri Ramabaja me vetë vendosin. Dhe ju thoni se njëti ka shkaktuar një mjegull, kështu. Një mjegull e ka qitë një opinion. Dhe ju mendoni se njëti ka pasur direksionin nga dikush tjetër që ta lëshoj një deklaratë të tillë? Po, për derisa është analist dhe derisa e përkat tonë ko lëvizjeve vendosit, qofshin edhe të mirat lëvizjeve vendosit edhe të këqien një par forme, ajo ko një par advokat të thuja. Nuk është mohën se është atari një partije po kësaj dhe se mohën, po kësaj dhe veprimet e tina dhe përkraje publike që jeba thjesht jeme në kuptu dhe jo rasisht ka marrë pozicione në Universitetin e Gjilanit. E dim që shbohen punësim në vërë universitetet. Mirë, si këto për të folur për Ramabajnë, jemi të folur për idenë që Radojqić mund të ketë ndërhyrë të deputetët të pakicave. Na përdojna me thonë që nëse din sakt dhe ka informat, jënë vendet ku me shku me lajmëru dhe jo me sëllë më gjinën për një pozicionit apo për një kultur. A do duhet të ardinin organet e drejtësisë mbase tusia mbase AKI-ja nëse Radojqić mund të kishte telefonuar një nga deputetët të pakicave? Sigurisht jo... Apo e ka këtë obligim një analist fundja, një profesor? Unë më pajtohem me ju që nuk do të merrem shumë me Ramabajin çfarë pozicioni politik ose çfarë orientimi e ka ai, më tepër do të merrem me atë çfarë është thënë. E vërteta është për gjykimin tim që Radojqić ka ndikim te komunitete të tjera. Të kujtojmë që Duda Balja po lun me dy karta. Me dy karta. Është e njëjta që kur paraorësi asaj që ka qenë krye të komunitetit bosnjak e kishte kishte bërë kërkesën për krijimin e komuniteteve e komunës bosnjake, vetë Duda Balja ka dorë dhe ka thonë shqiptar, mbruni, mos e lejoni një gjë të tillë,
edhe tash e njëjta është që po e kërkon një komunë bosnjake, edhe vetë Duda Bolja ka dolë kundër asociacionit komunave, derisa vetë po e kërkon diçka që është ngjashme me asociacionin. Pra Kosova nuk mundet mu bo paçovër e kujt i teket me kërku çfarë do komune, qoftë e Duda Bolja apo dikush tjetër. Unë jam shumë i bindur që Duda Bolja nuk kam informacione, mund të hedh hipoteza mirë, po neve na leju të bëjmë një lloj deduksioni, dhe në këtë sens besoj që është e mundur që t'ja takuar me Unë besoj që shumë njerëz mund të vërtetohet. Sepse po trumbetohet ka shumë fakti që Radio Qis pas ka thirrur deputetët e veç ka fol, ka komunikuar. Jo. Thjesht problem, ajo mund vërtetohet nga organi zbatuese, merret turneza prej asi prokuroris të gjykata themelore dhe e vërteton çaja thirrje kur bo, merren thirrje dhe vërtetohet. Dhe nëse veç ka fol, atëherë do të thirret në përgjithësi edhe zonja në fjalë që po përmendet dhe të merren organi zbatuese veprime konform ligjit legislacion në Kosovë. Para se dalim dhe ta shefsi, dua merret edhe mandati edhe absolutisht e qartë, nëse ka një ndërhyrje të vjetër. Regjaj, megjithatë në atë që po flitet këtyre ditëve, që natyrisht është krye temë edhe fakti se jemi në prag të mbledhjes konstituive të Kuvendit Republikës Kosovës me 15 prill, që është thirrur nga presidentja, shumë kosh kolektuar analist politik e kanë quajtur edhe një lojë politike këtë refrenin që po përdor ta zëm akter nga lëvizjeve vendosje se Radio Qish po ndërhyn tek pakicat. Mos mund të përdoret kjo si një justifikim se ta zëm Serbia s'na la ta bëjmë qeverinë apo ngjajshëm. Po ta kretë kohën kanë proklamuar se kanë shtri territorin ato pushtetin cep me cep, edhe për një herë një ditë dielle e thrasin Këshillin e Sigurisë, edhe thonë se Radio Qish dhe Serbia nuk po e lejon formimin e qeverisë. Kjo është një rren. Kjo është një mashtrim, ata deputetë lista serbe, faktikisht ata i ka rrit vetë Kurti me masa që i ka marrë pa koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, dhe na kemi ditë se kjo do të jetë përfundimi. Se Kurti ka marrë ato hapa tu mendu se po rritet vetë, për me rrit vetën, edhe në faktikisht e ka forcu listën serbe dhe ka forcu Serbinë. Kurti ka forcua listën serbe, Regjaj, megjithatë lista serbe ka humbur një deputet, ka humbur një mandat, e ka marrë Nenad Rashishi nga mandatet e 10 karikave. Atëherë si është forcu përderisa e ka humbur një mandat? Me çfarë logjike kjo? Qërë nëse... Nështë forcu në opinion në për atje veri, është diçka tjetër, kështu e ka humbur një mandat. Mandat nuk është as i rëndësishëm. I rëndësishëm? Ka marrë ma shumë vota. Ajo është ma unifikume se sa përpara. Edhe